Familjar, miq, koleg dhe drejtues të lartë të shtetit nderuan në homazhe dhe i dhan lam të mirën dëshmorit të Adeut Enea Mekolli, i cili humbi jetën të enjten në krye të detyrës. Homazhet u zhvilluan pranë qendrës kulturore Lazgush Poradeci në Pogradec, ku familjarët dhe të afërmit pritën ngushëllimet për humbjen e rënd. I pranishëm në ceremoni ishte edhe presidenti Bajram Begaj, ndaj të cilit familjarët e të ndjerit kishin këtë kërkesë. Po se dini kriminalët të meni masa, se po na i vërishtin rinin. Vejurit të zot të vendin se i latë këtë vend në dorë të kriminalëve, po së ndoj kriminalët në çdo cep të Shqipërisë, nuk po dominon dot policia, dominon krimi. Në homazhe morën pjesë edhe Ministri i Brendshëm Besford Lamallari, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita, si dhe zëvendës kryeministre Albana Koçiu. Ngushëllime të gjithë familjarëve, ngushëllime kolegëve të tij, ngushëllime trupës së punojësve të policisë shtetit, është një nga ato ngjarje të cilat na bëjnë të reflektojmë thellë mbi sakrificën dhe mbi përgjegjësinë që ushtrimi i kësaj detyre mbart. 10 efektiv ishin gjithashtu të pranishëm të përlotur për ikjen e kolegut të tyre. Mekolli do të prehet në varrezat e vendlindjes. Protokolli parashikon që dëshmorët e Adeut të prehen në varrezat në Tiranë, por ishte dëshira e familjes që për djalin e tyre të veprohej kështu. Efektivi kishte ndjekur rrugën e të vëllait për të veshur uniformën e policisë, i cili gjithashtu kishte humbur jetën për shkak të një sëmundjeje të rëndë.